Ky video material na tregon se ushtruesi i dhunës mund të shpëtojë drejtësisë për shkak të veprimeve të prokurorisë së Prishtinës. Po e ka intervistu pas marrja në pyetje të pandehurit mas ngritjes së aktakuzës në asnjë mënyrë nuk për ligj në detyrimin e prokurorisë që të marrë në pyetje ta kryej paraprakisht. R.V. është arrestuar në prillin e vitit 2025 me dyshimin se 2 herë e ka rrahë bashkëshorten e tij. Ky video material na tregon se ushtruesi i dhunës mund të shpëtojë drejtësisë për shkak të veprimeve të prokurorisë së Prishtinës. Por se arrin një person që akuzohet se e ka godit me grushte e me shpulla gruan e tij të shpëtojë drejtësisë. Në një dosje të përgatitur nga policia, përshkruhet se R.V. pas një konflikti e ka godit gruan e tij me grushte në këmbën e majt. Ngjarja ka ndodhur në një mbrëmje, ndërsa siç përshkruhet në dosje, R.V. është kthyer sërish të nesërmën në shtëpi dhe përsëri e ka goditur gruan e tij me shpulla në fytyrë. Sipas dosjes, pas kësaj ngjarje, R.V. është arrestuar nga policia e në deklaratën e dhënë para gjykatës i ka pranuar veprimet e tij në kohën kur është kërkuar paraburgimi. Personi arrestuar nga policia kishte edhe dosje të tjera dhe sipas ligjit ai supozohej që do të merrte edhe dënim të merituar nga gjykata. Por Hulumtimi Kallëzopikëm dëshmon se dosja i ron dorë prokurores Fikrije Sulejmani, prokurore e prokurorisë së Prishtinës, e cila para disa muajve ka dalë në penzion. Ky është aktvendimi i gjykatës së Prishtinës, i cili ka hedhur poshtë aktakuzën e prokurorisë, duke amnistuar kështu personin i cili ka pranuar se e ka goditur gruan me shuplaka. Po çysh ndodhi ngjarja? Në arsyetimin e saj, gjykata ka potencuar se aktakuza është hedhur poshtë për shkak të gabimeve të prokurorisë. Prokuroria e Prishtinës e ka ngritur aktakuzën për dhunë familjen ndaj R.V. me datë 22 maj 2025. 7 ditë më vonë, prokuroria ka vendosur me intervistu personin e akuzuar. Ky veprim ka qenë fatal dhe është shkaktari kryesor i rrëzimit të kësaj aktakuze. Dosja tregon se prokuroria i ka nisë hetimet për këtë rast me datë 28 prill 2025, kur edhe është mbajtur seanca dëgjimore për caktimin e masës së paraburgimit të njëjtën ditë. Siç dëshmohet në proces verbale të dosjes, në seancë dëgjimore, i dyshumi e ka pranuar se ka ushtruar dhunë fizike dhe psiqike ndaj bashkëshortes së tij, madje duke i kërkuar falje viktimës. Pandehurit në këtë çështje penale, i njëjti është arrestuar me datë 26 prill 2025 në ndyshimin për kryerjen e veprës penale dhuna në familje. Prokuroria 27 ditë pas me një ngutitje jashtëzakonshme për me ngritur një aktakuzë të shpejtë, pra 27 ditë pas, ka ngritur aktakuzën për shkak të veprës penale dhuna në familje, mirë po përkundër shpejtësisë dhe efikasitetit në kohë për ngritjen e kësaj aktakuze, e njëjta ka dështuar që me përmbushur detyrimin e saj ligjor për m'ia dhënë mundësinë të mbrojturit tem për me u deklaru para ngritjes së aktakuzës. A pe konsideroni jo që të veprim të prokurorisë të kundërligjshëm? Absolutisht po, është në 149 i Kodit Procedurës Penale, i cili përcakton detyrimin e prokurorisë që para ngritjes së aktakuzës të pandehurit jepet mundësia të deklarohet lidhur me akuzat edhe me hetimin të cilin e ngarkon. Po e ka intervistu pas ngritjes së aktakuzës, pra aktakuza është ngritur me datë 22 qershor 2025, ndërsa marrja në pyetje të pandehurit është bërë me datë 26 qershor pas ngritjes së aktakuzës, dhe kjo është bërë pa prezencën e mbrojtjes, pra është cënuni 154 i Kushtetutës që përcakton mbrojtjen efektive të pandehurit në procedurë penale. Lidhur me këtë rrethon, prokuroria nuk më ka ftuar hiç për marrjen në pyetje të pandehurit në qendrën e paraburgimit. Mirë po, lidhur me këtë rrethon më njoftu pas vizitës që ja ka bën qendrën e paraburgimit mbrojturit tim, i cili më ka treguar që ka ndalë disa hetues policor me autorizim të prokurorit të shtetit, edhe është caktuar një mbrojtës tjetër sipas detyrës zyrtare. Në shkelje pastër e dispozitave të Kodit Procedurës Penale përkatësisht e detyrimeve të prokurorit të shtetit, marrja në pyetje të pandehurit mas ngritjes së aktakuzës në asnjë mënyrë nuk për ligj në detyrimin e prokurorisë që këtë marrë në pyetje ta kryej paraprakisht. Seanca e shqyrtimit fillestar është mbajtur me datë 5 qershor. Në këtë seancë, unë qysh në fillim, pas konsultimit me mbrojturin tem, jemi marrë vesh që i njëjti mos me pranu fajsin, edhe ka qenë pjesë e deklarimit në seancën e shqyrtimit fillestar që i njëjti mos me pranu fajsin për shkak të procedurës së kundërligjshme që i ka paraprirë ngritjes së aktakuzës. E që gjykata e shkallës së parë në çështjen në rivendosje ka vendosur që me aprovu në tërësi kërkesën tonë për hedhje të aktakuzës, duke konstatuar që ky është një hap i pakapërcyeshëm edhe përbën shkak për hedhje të aktakuzës edhe pushim të procedurës penale. Në Laurent, që thash edhe më herët, nuk kanë qenë fakt objekti bisedave tona dhe i diskutimeve tona me të mbrojtur tim e kalumja e tij kriminale, atë se çka mundem ja u konfirmu sot është që ka një akt gjykim të plotfuqishëm që është i dënuar mirë po për vepra tjera
sipas arsyetimet e tij kryesisht janë të kryera në kohën sa ka qenë i mitur, kështu që isha kufizuar prej komentimit të kaluamës së tij kriminale, meqense se nuk kam informata të sakta të cilat më prezantuar. Jemi sinqert, për vojën time nuk më ka ndodhur me pas një kundërligjshmëri kaq evidente të prokurorisë, e cila ka përbërë shkak për më rrëzuar një akuzë. Në fakt ky ka qenë edhe pretendim me sa e mbaj mend i prokurorisë në përgjigjen për kërkesën për hutjen e akuzës. Mirë po, marrën pyetje në polici, është kryer në kuadër të autorizimit policore që përcaktohen në kodin e procedurës penale, edhe në proces verbalin që ju po i referoni, shprehjesht në rubrikën nëse marrën pyetje është kryer me autorizim apo pa autorizim të prokurorit, është evidentuar që kjo marrën pyetje është kryer pa autorizim të prokurorit të shtetit. Në rastin konkret, meqense gjykata themelore në Prishtinë ka hudhur akuzën dhe ka pushuar procedurën penale, kjo pamundson prokurorinë që me nisni dhe me inicioni procedurë të re penale për të njëjtën çështje. Ju lutem lejoni t'rregoj që fatmirësia e kësaj çështje është që i mbrojturi im është duke bashkëjetuar me bashkëshortën e tij, edhe jam krenar që kam qenë ndërmjetësues i këtij pajtimi mes tyre, edhe në këtë fatkeqësi kjo është fatmirësia e kësaj pune që të njëjtit vazhdojnë me bashkëjetu, nuk kanë të lashë tutje. Dosja na tregon që viktima e këtij rasti kishte potencuar se ky nuk ishte rasti i parë i dhunës ndaj saj. Ajo ka rrëfyer se ndaj saj ishte ushtruar dhunë edhe gjatë kohës që ishte shtatzën, duke treguar se i akuzuari e ka godit me grushte e me kokë, por dhuna fizike e psiqike kishte vazhduar edhe pas lindjes. Pas kësaj deklarate, prokuroria nuk kishte marrë deklaron nga i panderi, por kishte vazhduar me akt akuzë. Me të ngritur akt akuza, ishte mbajtur edhe shqyrtimi fillestar. Me datë 5 qershor 2025, ku i akuzuari ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për akuzën që rëndon mbi të. Dispozitat ligjore i japin mundësinë të akuzuarit edhe mbrojtësit të tij që të kundërshtojnë akt akuzën edhe provat që gjenden në të brenda një afati ligjor. Kështu, mbrojtësi i RV, avokati Rinat Bajrami, e ka kundërshtuar akt akuzën edhe ka kërkuar që të hedhet poshtë e njëjta për shkak se është e mangët. Rasti tashmë ndodhet në gjykatën e apelit me ankesë të prokurorisë themelore për akuzën e rrëzuar. Përshim ka bo vetëm policia, që nuk e ka bo atë sikun aty të marrja pyetje me autorizim prokurorit. Se ai u marrë pyetje në polici me avokat. Prokurori ka thonë me marrë pyetje me avokat. Dhe nuk pasi shim aty procedural. E pse është bo marrja në pyetje një të dyshumi masi që u ngrit akt akuza? 7 ditë masi u ngrit. E ka kërku gjykata. Në çdo kërkesë gjykatës, prokurori ka obligim një përgjigj. Gjykata ka kërku më marrë prapë në pyetje edhe e kemi marrë pyetje. Nuk është shkelje procedurale ajo. E në vendim të gjykatës, pro proces verbalin që ke marrë pyetje masi u ngrit akt akuza, ka thonë është prove kundërlehtëshme. Dhe gjykata ka kërku më marrë pyetje edhe një herë. Për arsye për shkeljet procedurale që ka konsideruar që ka shkelje që nuk u marrë fillimisht me autorizim prokurorit.